rezultoi që nuk është i tillë. Ne kemi rrëshqitje aktive, masat paraprake të marra për krijimin e bypassit dhe të asaj të unazës sekondare nuk rezultuan efektive, kështu që aksi do të vijë të mbetet i mbyllur. Prej më shumë se 2 ditësh, qarkullimi i automjeteve në aksin që lidh Juglindjen me Tiranën është ndërprer plotësisht për shkak të dëmtimeve të rënda në segmentin në ndërtim Librasht-Prenjas. Rrëshqitjet e dheut dhe çarja e trupit të rrugës kanë krijuar një situatë alarmante, duke bërë zonën të pakalueshme dhe të rrezikshme. Të hënën, me 23 shkurt 2026, autoritetet ndaluan jo vetëm lëvizjen e mjeteve, por edhe kalimin e këmbësorëve për shkak të rrezikut të lartë. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Ami Kozeli, fillimisht e justifikoi situatën me mbingopjen e terrenit me ujë nga rreshjet. Më pas, ai dha një tjetër version, duke pretenduar se uji depërton nga poshtë, nga lumi Shkumbin, dhe ngjitet drejt zonës së kantierit, duke destabilizuar terrenin. Megjithatë, për shumë banor dhe vëzhgues, këto shpjegime nuk mjaftojnë për të sqaruar përmasat e dëmtimit në një rrugë që është ende në ndërtim dhe që ka përfituar fonde të konsiderueshme publike. Zonat më të prekura janë njësitë administrative Hotolisht dhe Qendër Librasht në qarkun e Elbasanit, si dhe Prenja si dhe Maliqi në qarkun e Korçës. Bllokimi i këtij aksi ka izoluar praktikisht Juglindjen, duke shkaktuar vonesa, kosto shtesë dhe vështirësi serioze për qytetarët dhe bizneset. Një verifikim i rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit 2025 në këto zona tregon një mbështetje të fortë për Partinë Socialiste. Në Hotolisht, ajo mori 61.54% të votave, 1445 kundrejt 684 të opozitës. Në Qendër Librasht, 68.22%, 2402 kundrejt 783. Në Prenjas, 66.68%, ndërsa në Maliq, 55.74%. Ndërkohë që zona përballet me izolim dhe pasiguri infrastrukturore, vizitat e kryeministrit me helikopter në rajon kanë thelluar debatin mbi prioritetet dhe përgjegjësinë për investimet publike në infrastrukturë.